gjinët, shejtanët, Allahu i nxjerr me surën Al-Baqara prej çdo trupit njeriu dhe e shëron çdo besimtar për çfarë do lloj smundje që e ka. Argument të Allahu, wallahu mukhrij, Allahu e nxjerr ma kuntum taktumun, me gjinja në trumet pasin çati e nxjerr Allahu xhelala. Ju ta shohim na. Kur do të agri vado, me të njerëz të shko friu të ai, shko friu të ki. Hiç kurkun mos shko. Çelë surën Al-Baqara. Por çdo ditë lexoje. Kimë pas Allahu ka me ngjall sikur që ngjallët dekmin. Ta nxjerr e gjin. A e ki vallot, a e ki bë këtë rrugë, veç i trullavi njerëzit. Pas ka hin vesh, pas ka hin sin, pas ka hin bark, pas ka hin mëlçi, pas ka hin 40-50 të gjinës un po të nxjerr në Allah. Apo lej këtu tërgovantat, mos anina të nxjerr na. Lej kit komplet, me komplet, lej komplet. Drejtoju Allahu xhelalu. Drejtoju Allahu. Falu, agjoro. Bindju Allahu. Edhe ki bindje mbështetje të fortë Allahu xhelala, edhe lexoj surën Al-Baqara. Ka garantu njëri që kur njëtën e vetë s'ka rrejt. Hiç asnjëherë s'ka rrejt njëtën e vetë. Kush ka garantu vëllezër? Ka garantu Muhammed Mustafa alayhis salam. Ka thonë s'ka shejtan që mundet mi dal ballë surës Al-Baqara. Të ndërruar xhamatli një pyetje. A keni pa hafës të smut? Me thonë jo po vëdhem krija që duhet po vëdhem çati jo po tu na s'ka. Sa i surën Al-Baqara lexon për ditë. Andaj shërimi wallahu mukhrij, Allahu ta nxjerr, jo veç kaq, ta shohim se çka mendon këtu. Po wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Keç ka keni mshë ka menxer Allahu. Keç ka keni mshë ka menxer Allahu te bareke ve teala.